Ne besoni kemi arrit në një pozicion solid si parti. Unë sigurisht se diplomat të ndërkombëtar, amerikan, francez, italian, të tjerë. Këto 2 muajt e fundit, 99 herë takuar me mua, asnjëherë me këto tjerë. Sigurisht disa për tyne kërkojnë ata që të kemi takimet e mbyllura. A dim si kërkojnë ato takime, se të thujnë disa gjona që... Po, miqësore, bëni diçka. A vërtet mendoni se ketë ne duhet ba kryjmë punën? Se dhe perëndimorët për t'u angazhu, me duhet të bëjmë disa veprime, që t'u bëjmë me dije se tu ka një organizim politik. Pozicioni jonë është i përmirësuar shumë si PDSH. Vështërsitë e mia janë jashtëzakonshme, se do të me fol me ta 1 orë e gjys 2, për shkak se ata shumë e respektojnë procedurën. Në të këto që janë pushtet. Unë them, nuk është mirë kjo. Kjo ka qenë pikës kralit, për mësën e Titës, e tash Miskovski ka marrë si pjesë në ndërhyrjen dhe i zgjedh njerëzit i caktuar. Kjo do të krijojë shpejt revolt të njerëzit. Nuk është mirë kështu të ndërhyjet në zgjedhjen e përfaqësuesve të shqiptarëve.